Ja pra pat një biografi shumë të shkurtër, sepse nuk desha ta të rëzgjase edhe këtë pjesën e kronikës, duke qenë se do të flasim të gjitha këtu në studio, e tashmë në studio e kam edhe Neshatin. Neshat, përshëndetje, faleminderit shumë që je pjesë, faleminderit që erdhe edhe në këtë trafik, në base edhe në këto rrëmuja që je edhe me punë sigurisht. Faleminderit shumë edhe për juve për ftesën, edhe herën e kaluar të kam thënë, po sërish prapë them, jam bëj shtëpis. Po, e vërtetë. Kështu që nuk do e kisha marrë si ftesë, apo do e kisha marrë sa për dalë vetëm për një kafe. Kështu që ndjem shumë i privilegjuar që jam sërish këtu në me prezent, pa ashtu edhe në mesin tuaj. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë edhe normal që dua të jesh rahat edhe e ke thënë edhe sigurisht që ne duam që çdo mysafir që vin këtu të ndihet si në shtëpi edhe të jetë taketat e rahatin edhe për të biseduar lirshëm, sepse edhe shikuesit në fakt duan ta shohin, një atmosferë të ngrohtë. E përmenda edhe më herët në fakt kemi temperaturat shumë të ulta, shumë ftohtë jashtë, por që me emisionin përmes televizionit Alsat sigurisht që do të sillim ngrohtësi edhe me bisedën kaq të këndshme, sepse edhe ti je një person që rrezaton edhe shumë ngrohtësi edhe pozitivitet, kështu që prandaj ishe edhe nga të përzgjedhurit e mi. Neshat, unë dua të fillojmë, domethënë ne kemi biseduar shpesh, ke qenë për të trajtuar tema të ndryshme për sa i përket modës, trendet më të reja, por që sot dua të fokusohemi tek ty si person, të njohin njerëzit edhe për te profesionit që ti ke, për te atij stilistit që ti je, kështu që dua të filloj prej në fillim. Më trego pak si ka qenë Neshati si fëmijë. Të startojmë me këtë pjesën sepse ne jemi 5 antarë të familjes, prindërit, jam unë edhe 2 motra, dhe jam fëmiu më i vogël në familje, tek 5 antarët, sigurisht, dhe do kisha thënë, po, njëjtë edhe ne, do kisha thënë, nuk kam qenë ndonjë fëmijë shumë lozonjar, do me thonë kam qenë shumë i qetë, po normalisht si çdo fëmijë që i ka ato temperamentet e veta, pak të jetën në ato pjesët ku t'i bëj qefi më shumë, se është djali i vetëm, është fëmiu më i vogël, po realisht nuk i anashkaloj gjitha dëshirat që mi kanë plotsu, po të njëjtën kohë edhe deri në këtë moshë ka jam, njëjtën si them, e kam patë të njëjtën motiv prindërit edhe motrat ta kenë synimin që ta kenë atë synim përbashkët bashkë me mua që t'i bëj ato arritjet që unë kam dash t'i bëj prej më i vogël. Pra po thua që vazhdon të jesh i lasdruar, se sado që thua nuk je i lasdruar. Do kisha thënë më mirë më bëjnë të lasdruar. Të lasdruar, të bëjnë të lasdruar. Sepse e para që je sygjari, domethënë je më i vogli, dhe e dyta që je djali vetëm mes 2 motrave, kështu që te shqiptarët e dim këtë aspektin kur bëhet fjalë për vajzat po djalë. Nuk ka nevojë diskutimi shumë detajisht se dihet. Nuk ka nevojë të tregohet, dihet më. Artist, e di që keni edhe artistë të tjerë, nuk e di tash për motrën tjetër, por për Adelinën që e njoh, sepse kemi pas edhe këtu në Alsat, edhe ajo është vetë artiste, edhe ti artist, motra tjetër? Jo, motrën e kemi ajo ka dalë në mbase, është më ndryshe, ajo ka të bëj me dukuri edukative, ajo jeton jashtë shtetit në Zvicër, dhe ajo punon me një qerde, fëmish, aty, kështu që nuk ka të bëj me botën e artistit, po njëkohësisht ka një punë mjaft të mirë. Sigurisht është në pjesën e arsimit që edhe ajo është shumë mirë. Keni trashëguar ju të dy, Adelina dhe ti, këtë frymën apo shpirtin e artistit? Keni trashëguar prej dikujt në familje? Jo, realisht. Ju jeni të parët që e hapni rrugën? Ne do jemi të parët, dhe jemi të parët realisht, e tash kush dhe pas neve, ato do e kanë trashëguar. Sigurisht, ato do e kanë trashëguar, patjetër që po. Edhe artist jo do si do, po artist me vlera shumë të larta, do thoja. Më thuaj pak, kush e zbuloi talentin tënd në fillim për stilim, ose kush e pa që ti ke një sy për stile dhe për dizajn? Ilmia do kisha thënë nëna, se zakonisht pjesën më të madhe, kohën më të madhe, nëna e veçon me fëmijët. Sigurisht, rrinë me fëmijët. Prindëri, babai është si zakonisht në punë, jashtë shtëpisë, dhe koha më e madhe është tek nëna, ajo i vëren gjërat si pozitive, po ashtu edhe negative, po ashtu edhe për ato pritshmëritë se kur të rritet se çka mund bëhet realisht. Ajo ka qenë motivimi ose shtysja e kësaj lëmie, këtij profesionit, dhe edhe pse është me një kohë shumë herët, unë e kam, nëse s'gaboj, e kam cek një herë që unë kam fillu prej 12 vitesh, të më tënë shumë i ri, në moshë shumë vogël, dhe prej aty edhe unë paka shumë në fillimet
e atyre korave e vërejta, po njëkohësisht frymëzimi, motivimi dhe inspirimi ka qenë nëna që më ka shtyt për të arritë deri tek ky moment ku jam, për në këtë profesion që e mbizotroj tash. Që sot e mbizotron sigurisht. Pra ka qenë ajo ka parë talentin dhe ka parë tek ty një talent të rrallë edhe për stile dhe për dizajn dhe ka qenë të ka drejtuar në një farë mënyre që po vazhdon. Ajo ka bërë hapin e parë, si zakonisht, si çdo prind për fëmijën e tij. Do me thonë, ka qenë një, mund të them, ka qenë një tentativ si provë, nuk është që më ka drejtuar në këtë profesion dhe e kam patjetër sushme. Sigurisht. Po kemi bërë një tentativë vogël dhe ajo tentativa bëri një kohë shumë të shkurtë, nuk ka qenë një kohë zgjatje e madhe, edhe automatikisht unë jam edhe një tip personi që shumë shpejt e ndjej edhe marr atë komoditetin aty ku jam, edhe mendoj se edhe kisha shkuar në ndonjë profesion tjetër, njëjtën mënyrë do e kisha, po kjo ka qenë e para dhe shpresoj të jetë e fundit. Sigurisht, po, përderisa tashme ke filluar sukseset e tua të mëdha, s'ka nevojë as për ta ndruar me profesionin. Megjithatë edhe ti besoj e ke ndjerë që kjo do të jetë këtë rrugë dua edhe ta vazhdoj. Më thuaj ke ndonjë kujtim të fëmijërisë që edhe sot e mban me vete edhe përgjatë rrugës në këtë profesion, ose edhe mbas edhe ndonjë kujtim të përgjithshëm le të themi të fëmijërisë që nuk do ta harrosh kurrë? Kujtim të fëmijërisë, unë e kam pas një fëmijëri që në më herët jam i 97-ës, edhe do kisha thënë jemi gjenerata e fundit që kemi dalë e kemi shiuat fëmijëri që ka qenë në kohrat e vjetrat, kemi dalë në lagje, kemi luajtur, do me thënë, i kisha për mbledh të gjitha ato kohra dhe i kisha veçu me një fjali që mund të kishe qenë një fëmijëri e mirë dhe e veçantë. Do me thënë, ka shumë momente, po nuk dua t'i dalloj, i përmbledh vetëm me kohën që kam kalu. Ajo koha ku nuk kemi ditë me telefona, nuk kemi qenë të stresuar. Po atë ceka jemi, mendoj unë, se edhe sa shoh, do me thënë këtë mendim e shprehi mbas parashikimeve që i kam pa, jemi gjenerata e fundit që deri me një moshë madhore nuk kemi patur celulare. Dhe kemi shiu fëmijërin tamam si duhet. Shumë e vërtet në fakt e kemi zënë atë kohën e tranzicionit kur kanë ardhur edhe këto telefonat e mençur apo smartphone që i quajnë. Megjithatë në fëmijërin ton nuk ka pas, edhe çdo gjë ka pas atë lezetin e vet. Edhe mendoj që jo mendoj, po edhe e kam atë vendosmërinë që jam shumë i kënaqur që këtë pjesën e celulareve ose themi jetën sociale e kam kapur me vonesë. Dhe mendoj se jam më i kënaqur. Kështu që ti dim ato dallimet si ka qenë jeta pa celular dhe si është tash. Si është me celular. Megjithatë, nëse e marrim tash për shembull në profesionet tona, qoftë në profesionin tim, qoftë në profesionin tënd, rrjetet sociale bëjnë një ndihmë të madhe, apo sa të ndihmojnë për shembull ty në... Sigurisht, do me thonë rrjetet sociale tash mund të themi që janë ndikimi më i madh i një arritje të një profesioni, pavarësisht si profesionim ose profesione tjera të ndryshme. Rrjetet sociale me të vërtet kanë një ndikim shumë të madh. Sigurisht, sepse ti aty e shfaq edhe punën tënde, apo? Fiks. Do me thonë, rrjetet sociale ka ardhur një kohë që ti e shet punën, le të themi e reklamon punën pa para. E vërtet. Folim realiteti është ashtu. Aty të gjejnë edhe personat pastaj klientët të cilët duan të vinë, mos flasin më tepër. Ku më para shembull ti nuk e ke pat këtë mundësi, më para kanë ekzistuar veç televizionet ku nuk e disha do kisha atë hapësirë për të dalë në televizion apo jo, po tash nëse nuk e ke televizionin e ke celularin. Sigurisht. Mendoj që ka opsionet më dhaja shumë. Ka shumë opsione, sigurisht, e kam pas mbas edhe më rënd, stilistët edhe të deportojnë edhe në vende tjera. Ti sot e ke shumë lehtë të deportosh në Kosovë, në Shqipëri apo në gjithë botën, sepse një fotografi e jotja apo një punë e jotja shumë lehtë mundet të shpërndahet. Dhe kjo ndikon besoj edhe me personazhet e famshëm me të cilët punon, të cilët ne do të flasim pak më vonë. Edhe ato do të të shohin diku për të ta pëlqyer punën që e realizon. Sigurisht. The që ke filluar 12 vjeç, e ke përmendur edhe më herët. Nëse s'gaboj, ke filluar në një atelier ose dikund tjetër në Tetov? Po, në Tetov, në qendrën e re tregtare të Tetovës. Është një lokal, le të themi një atelier vogël, dhe aty është bërë, si zakonisht është praktiku pjesa e veshjeve, përmisimeve të veshjeve dhe krijimet të veshjeve, por vetëm për gjinin mashkullore, jo femrore.
dhe aty kam ndarë diku të 8 ose 9 vite, maksimumi, 9 le të themi maksimumi ka qenë, po aty afër diku do të jetë, dhe aty e kam bërë veç pjesën e veshjeve veç për përmirësime, po njëjtën kohë jam anashkalu të ka e pjesë, kam hyrë edhe, se kam qenë ai tip hiperaktiv edhe në punë, që i lëvizshëm edhe i interesum edhe për pjesë tjera, nuk do me thonë veç për pjesën e meshkujve. Dhe pastaj pas si dola prej aty, kam fillu shkollën, mbasi e mbarova shkollën e mesme, direkt fillova shkollë private këtu në Shkup, tek Karriera Plus, ku i falenderoj shumë që me të vërtet ka qenë një ndihmes shumë e madhe për profesionin tim. Dhe pastaj kam qenë në Kosovë, aty një vit e diçka në Prishtinë kam punu, edhe kthehem për Prishtinë edhe qëta që zotëroj këtë pjesën e ateljes teme që e kam personale. Bashkë me bashkëpunëtorin tim, Berin. Sigurisht, po, sigurisht. Kjo është e bukura në fakt, sepse fillon nga një gjë shumë e vogël, mund të thuash që një atelje e vogël, por që sot zotron diçka më shumë që besoj edhe në të ardhmen edhe më shumë, sepse veç më ke filluar, emri yt ka filluar më të jetë në emrat e modës, le të themi, edhe jo vetëm për shqiptarët e Maqedonisë, por në të gjitha trivat shqiptare, me sa e shoh. Tash shpresim ne ti te kalojmë çdo kufi, po për tu te kaluar çdo kufi mendoj që duhet punuar, kështu që unë mendoj çdo herë startin jo unë, po u sugjeroj dhe gjithve që mendojnë bëjnë një startim ose një hap për një biznes të ri, nuk e kisha pretenduar që të bëhet starti direkt në ato të mëdhaja, në ato pjesët më të mëdhaja, se që kisha thënë diçka prej zero të filloj. Se automatikisht atëherë e vëren edhe e shion më smirti suksesin që arrin dhe kur e mendon se preku ke startuar. Shumë e vërtet, në fakt edhe imson, mbase imson gjërat ngadal, imson edhe pak më rrjedhshëm shkon çdo gjë. Kështu që çdo vështirësi që te kalon, automatikisht të forcon. Të bën më të fortë. Të kanë thënë ndonjëherë sepse njerëzit ndonjëherë e marrin sikur ti e ke hobi kët dhe nuk e marrin shumë si profesion, që faktikisht është një profesion jot, është puna jote. Të kanë thënë ndonjëherë njerëzit që moda nuk është profesion? Nëse po, çfarë do të thoje sot? Do kisha thënë se çdo njeri nuk mendoj si ka mendimet e njëjta, dikush e thot atë që cek e ti, dikush jo, po realisht dikush e fillon si një hobi, pastaj ngelet profesion. A kupton? Se dikush mund ta ketë edhe profesion dytë, po automatikisht e thot e kam si hobi, nuk e kam profesion, po ti përderisa e praktikon atë pjesë, ajo vetë se është bërë një profesion, kështu që nuk kisha veçu edhe nuk këm kujtohet se dikush më ka thonë, po mendoj edhe nëse s'ma ka thonë, mendoj se ka, pre atyne që mund ta mendojnë, po. Sigurisht. Megjithatë është shumë gjë e bukur kur hobi kthehet në profesion, ku ka më mirë se sa ta bësh punën që ti e don, punën që e ke hobi. Ki me njetë, ki me kismet. Po. Kështu që njeti është ndryshe, për kë njetë, për kë kismet, apo si përkthehet kjo, po. Ndryshe është njeti, pastaj del kismeti krejt ndryshe. Tamam ashtu është, edhe thash unë, s'ka gjë më të bukur se sa ta bësh hobin tënd ta kthesh në profesion, edhe mendoj se çdo kush në fakt që e bën punën që don, faktikisht e ka kthyer hobin në profesion. Edhe unë nëse si gazetare e bëj punën që e dua, e kam dash gjithmonë gazetarin dhe tash e bëj, faktikisht e bëj atë hobin, atë gjën që e kam preferuar, kështu që pse jo të kthehet hobi edhe në profesion për gjithë ato të cilët e duan. Sigurisht ka tash disa hobi që ne i kemi që s'mundemi t'i kthejmë në profesion, por që shembull kam qejf të këndoj, ama as ditë të këndoj, s'mundem ta kthej në profesion këtë hobi. Megjithatë ka raste të tilla ku ti e ke pas qejf këtë pjesë të modës, stilin, dukesh edhe veten tënde, përveç që i stilon, e ke me qef edhe vetë të paraqitesh ashtu. Ata imponon deri diku edhe profesioni yt këtë që edhe vetë ta kesh paraqitjen apo? Po. Do me thonë ndeshte apo s'deshte, profesioni disa gjëra ti imponon. Do me thonë sidomos pjesën e veshjes me imponon shumë, po unë edhe për familji kam qenë person që i kam pasur qef, do me thonë, i kam bërë disa gjëra me dëshirë, pjesën e modës veshjes, po natyrisht kur rritesh edhe kur e ke atë profesionin të caktuar, automatikisht do të kombinohesh pak me profesionin, që ta hapish atë pamjen se për çka je, edhe pa me tregu vetë pamja të tregoj se me çfarë profesioni merresh. Kjo në fakt po, interesant është sepse duhet të tregohet se ndonjëherë mund të ketë që nëse ti nuk kujdesesh shumë për stilin tënd, të thotë ky stilist, po ky vetën zi ta stiloj një herë dhe të imponon deri diku. Si do ta përshkruaje stilin tënd me tre fjalë, nëse do thoja që përshkruaje stilin tënd vetëm me tre
fjalë, cilin do të ishin ato fjalët që do ta përshkruaje? Do kisha thënë 3 fjalë të shkurtra. Unë do thoja edhe eleganca duhet jetë këto 3 fjalët. Po unë i them në mënyrë tjetër, do të thënë kisha thënë minimalist, detajist dhe po ashtu modern. Modern. Shtash unë i them në 3 fjali që mund t'jenë me paragrafe shumë gjata, unë i them me 1 fjali të shkurt. Një përmbledhje. Në fakt dakordohem me këto që i them, me aq sa të njohun ty edhe me stilin që e shoh sigurisht, por unë e thash do e vendoja edhe elegancën sepse ke atë qëndrimin. Eleganca edhe nëse nuk tregohet do të mbahet. Do të mbahet, e vërtet. Si ndodh kjo do të mbahet në aspektin që edhe nëse nuk tregohet me veshje, domethënë nuk është vetëm me veshje eleganca, po? Eleganca normalisht që tash fjala elegancë shkon në pjesët e modës, veshjes. Po normalisht që shkon pak edhe të pjesë e karakterit njeriut, kështu që nëse ti e ke në karakter pjesën e elegancës, automatikisht ashtu edhe do e praktikosh në jetë reale në bazë veshjes. Edhe në bazë veshjes. Po, në fakt shumë e vërtet kjo, sepse nëse mire the karakteri, nëse një person është gjithmonë elegant, edhe veshjet kur do dojtë që t'i zgjedh, do t'i zgjedh ato. Automatikisht do shkoj te eleganca. Ajo do t'ja tërheq syrin me njëherë. Më thuaj pak kur krijimet e tua kur i bën. Çfarë të frymëzon më shumë? Të frymëzon materiali, të frymëzon personi që e ke përballë, që duhet ti krijosh diçka, ngjyrat mbase, ndonjë emocion, çfarë të frymëzon? Cili është frymëzimi i parë që e merr kur bën një krijim të neve automatikisht e marr si shembull si klient, domethënë vjen klienti edhe ka materialin me vete, neve së pari e shikojmë materialin, pastaj e luajmë atë rolin e psikologut, që duhet t'ja blejmë klientës shijen që e ka, dhe automatikisht në bazë shijes edhe materialit e realizojmë atë që ajo do të jetë më komode. Domethënë nuk e kisha ndarë të kisha thënë vetëm materiali, po nga të trejat, nga pak, mendoj që e përmbledhin atë pjesën për të realizuar atë fustan që ajo e dëshiron. Pavarësisht fustan apo ndonjë lloj tjetër veshje. Pra duhet një kombinim i të gjithave, duhet jetë edhe materiali, sepse nëse vjen klienti besoj me materialin që duhet patjetër t'i përshtatesh atij materiali. Jo çdo material mund të bëhet një model apo. Domethënë do t'i përshtatemi edhe materialit njëkohësisht edhe shijes klientit. Domethënë neve atletë kemi vetëm tek artistët, se si zakonisht artistët nuk na përzihen në këto pjesë. Ato e dinë se kanë ardhur te një dizajner dhe ato veç na tregojnë apo e don hapur apo mbyllur, vetë këtë na ndajnë si pjesë, edhe pastaj gjithçka na lën neve në dorë, me material, me realizim, me dizajnim fustanit, krejt ne e bëjmë. Pra po thua që është më lehtë, megjithatë do ndalim tek pjesa e artistëve dhe personazhet e famshëm të cilët ti i dizajnon edhe për momentin ke dizajnuar dhe vazhdon të dizajnosh, do ndalemi pak më tepër. Megjithatë, dua të pyes se e përmenda atë pjesën që vjen me materialin edhe duhet ti përshtatesh edhe materialit, por edhe stilit të klientes. Çfarë ndodh nëse për shembull një klient vjen edhe kërkon një model që nuk përshtatet me materialin që e ka? Po tash ne e thash edhe më herët, tash një herë e luajmë rolin e psikologut, kështu që e kemi patjetërsueshme ta bindim si pjesë nuk shkon, nuk e ka atë kombinim që do ta bëjë me atë material, po në qoftë se është këmbulje e madhe e klientit, ne automatikisht kemi patjetërsueshme ta bëjmë. Sigurisht që duhet t'i përshtatesh dëshirës të klientit. Më trego pak sa ka art edhe sa ka teknik në punën që bën. Nëse mund ta ndaj me përqindje, cila është pjesa arti që përfshihet edhe pjesa e teknike, sepse besoj do të dyja në kombinim. Do kisha thënë 50-50, sepse sa më shumë art që shprehim tek puna, në njëjtën kohë duhet aq shumë edhe teknik. Kështu që do i kisha ndarë 50 me 50. Ti i bën edhe i dizajnon, apo? Ti i dizajnon, i bën ato vizatimet, le themi, siç e keni ju, edhe pastaj edhe punën pjesën teknike e bën edhe ti. Do të thonë ne jemi një staf që nuk e kemi caktuar asnjëri, unë e bëj këtë punë, ti e bën atë punë. Do të thonë ne mundohemi secili përzihemi në punët e njëri tjetrit, vetëm të dalë rezultatit që ne kemi dëshirë dalë më në fund. Sigurisht. Nuk e kisha veçu them e bëj këtë punë, atë punë, se bëj. Jemi një staf që kemi një bashkëbisedim shumë mirë, edhe vetëm për atë shkak mendoj se e dim se do da rezultati mirë dhe nuk e shohim se a do e bëj unë këtë punë apo
Po, pra është punë e ekip, punë, sigurisht, edhe ajo do punë e ekip, është punë në tim, le të themi që duhet që qëllimin kryesor të gjithë e keni të arrihet qëllimi kryesor ato që duam ne. Të kënaqet klienti, si përfundim klienti të dali kënaqur. Të dalim tash tek pjesa sepse ti ke dizajnon ose si i stilon, le të themi, figura shumë të njohura publike, artistë të shumt, duke filluar nga këngëtar, aktor, e shumë të tjerë, personazh televiziv, siç është Big Mama, siç është Rovena Stefa, e shumë të tjerë, nuk e di tash me emra se i kam parë në profilin tënd që non-stop ka imazhe personazh mjaft të njohur. Si ja bën me këto? E përmende pak më herët që mbase është pak më lehtë. Megjithatë, besoj që nuk është edhe aq lehtë në anën tjetër kur atyre u duhet diçka më specifike. Si është puna me to? Si është të punosh me artistët, me këto VIP-t, le të themi, këto personat e famshëm? Me persona publik, u mendoj që është puna, ose kisha thënë ajo gjëja më e mirë të punosh, edhe është mënyra më e lehtë të punosh. E thash edhe më herët se ato e kanë një të mirë që ta lënë krejt punën ty ndonë. Po normalisht që ato sërish hapin atë përgjigjen e vetë përfundimtare, se nuk do me thënë se e ka bërë dizajneri edhe është në rregull, mund ne dalim jashtë shijes personit pavarësisht cilës, edhe e kemi atë rahatin për ta bërë, po normalisht ndonjëherë kemi batica dhe zbatica në bazë të krijimit të një modeli, pavarësisht cilit artist apo artiste, por mund të them që më shumë kemi lehtësi se sa vështirësi. Më lehtë është të punohet me këto artistë, sepse e din çfarë duan, pastaj ka të bëjë edhe ajo, e din çfarë duan, e din me çfarë vijnë. Kur vjen erën e parë, e ke pak që të rësueshme derisa ta kuptosh se çka dëshiron, është pak problem, po momentin që e kupton se çka dëshiron ajo, cila është stili apo shija e saj, automatikisht tek pjesa jonë lehtësohet krejt. Lehtësohet. Ka ndonjë prej këtyre të famshmeve që janë pak më kështu më delikat, le të themi, që kërkojnë jo te materialet, jo kjo, jo ajo? Deri tash, jo, po nuk i dihet. Nuk i dihet. Ato që do vinë pastaj tjerat, nuk i dihet. Nuk mund të tapë një garancion sakt, po deri tash. Më intereson shumë për Big Mama në fakt, sepse Big Mama është një personazh që ka edhe karakter shumë të fortë, paktën me atë që nuk e njoh personalisht, megjithatë me atë që e njohim edhe që është shfaqur në publik, përveç se sigurisht profesionit të saj edhe punës së saj që as nuk diskutohet, nuk vendohet në diskutim, megjithatë ka një karakter të fortë, është person që njihet si me një karakter të fortë. Sa e rëndë është të bësh punë ose sa e lehtë, le të themi nga ana tjetër, të punosh me një person si Big Mama, kur për sa i përket veshjes? Me Bigin, tash Bigin unë e kam të shtëpis, nuk e quaj më kliente. Tash sidomos në këto ditëve të sotit e kam shumë të lehtë dhe do me thënë automatikisht kur vjen një porositje e Bigu, ne e marrim me shumë pozitivitet dhe ne jep një energji të madhe, kështu që çka mund të punoj rahat dhe të realizoj atë që dua, pa ashtu edhe Bigi që don, është e vetmja Big Mama. Pra e kemi krijuar atë rahatin. Bashkëbisedimin dhe rahatin, ndoshta kisha thënë edhe komoditetin me njëri tjetrin që nuk kemi nevojë ndonjëherë të flasim, saqë në anë të syve, në anë të mimikave kuptojmë se a është gjithçka në rregull apo nuk është. Shumë e vërtet. Dhe këtë gjë nuk e thua vetëm ti, e thot edhe dikush tjetër dhe tani do të lutem Regjin që ta shfaqim surprizën e parë që kemi edhe për Neshatin, sepse ne në këtë emision sjellim ndonjëherë edhe surpriza kështu nga njerëz, kështu që për ta lidhur pak edhe këtë, ju lutem nëse ka mundësi mesazhin e parë që e kemi për Neshatin. Shëndetje Neshati i Loçkës, i shpajrtit i zemrës. Në përmjet kësaj video, unë do të të falenderoj për gjithçka që ke bërë për mua. Pos që je një bashkëpunëtor i shkëlqyshëm që gjithmonë ke ditë të mbësh sa më e veçantë, ke ditë të mbësh të ndihem sa më bukur dhe sa më e lumtur, sa më e disponueshme. Normalisht një femër kur duket bukur, kur ndihet mirë në veshjen e vet, ndikon shumë disponimin e saj. Kështu që të faleminderit për gjithë mundin, sakrificën që ke dhënë tek unë. Po pos që të kam bashkëpunëtor shumë të ngushtë, unë të kam edhe mik shumë të dashur. 24 orë shihim sillet rreth teje këtë ditë, në të mirë, në të keqe. Edhe pse këto ditë po kalojmë ditë të këqija, mund të them, ditë të errta, faleminderit që ke qenë afër meje. Jo vetëm këto ditë, po ke qenë në ditë mira, ke qenë në ditë vështira. Njohja jon ka qenë një rastësi, këtë e din edhe ti, po me njohjen tonë unë kuptova edhe një herë se në këtë jetë
asgjë nuk është rastësi. Gjithçka ka një arsyen e vet, edhe arsyeja është që Zoti ka dashur dhe më ka shpërblyer mua me një njeri dhe një person si je ti. Faleminderit për njeriu që je, faleminderit për gjithë punën që ke bërë për mua, të dua pa kufi, të dua shumë, edhe diçka se shumë serioze, kur s'm ke pa fustanat, a mi ke prebe gjallë më, fustanat, ma frejt mi bësh, në shatë fustanat, të dua. Unë doli edhe tetovarja Big Mama që e ka. Unë e falenderoj shumë Big Mama për këtë mesazh. Sigurisht Adeline njëherë sepse përmes asaj e kërkuam dhe shfrytëzoj rastin që Big Mama t'i bëj një thirrje publike për të ardhur në emision. I kam bërë disa herë thirrje, nuk më është përgjigjur, megjithatë e kuptoj se ka angazhimet e saj, por që do kisha pas shumë dëshirë që ta kem sigurisht. Më thuaj pak si u ndjeve për këtë mesazh, sepse ajo e tha që ju tashmë jeni edhe miq. Jo, ishte diçka e papritur edhe me të vërtet më emocionoi pjesa se Bigi këto ditët me të vërtet i ka pas ditë shumë vështira dhe përderisa ka pas hapësirë dhe emocion edhe motivim të bëj një shprehje ose le të themi një dedikim për mua, unë këtë pjesë e vlerësoj shumë dhe me të vërtet miqësia ose takimi jon ka qenë shumë rastësor, po e tha edhe Bigi që nuk është gjithçka e rastësishme, ka diçka që ndodh e rastësi dhe unë jam shumë falënderues që ekziston në jetën time. Si e një njohur, sepse tha që rastësi, si ka qenë ajo njohja ju e parë që edhe Bigi ka vendosur që të ta lë stilin në dorë dhe tashmë jeni edhe miq shumë të mirë? Bigi e ka një asistent të vetin, ku njëkohësisht unë e kam shok prej moti, edhe unë atë kam shok edhe prej moti, po njëkohësisht nuk është që e kam përmend ndonjëherë të ai Bigin, asnjëherë nuk e kam përmend, thjesht e kam respektuar, ai e ka ditë se çfarë profesioni kam dhe ka pat një rast ku Bigi o desh të shkoj në Shqipëri, në Top Channel ka qenë në emision i thirrur dhe nuk ka pasur kohë t'i hekuros veshjet që i ka pat për t'i vesh dhe ka qenë jashtë, s'ka qenë në shtëpi, edhe i sjellën asistenti i tij e Bigit i sjellën tek unë, ma telefonat, thotë kështu e kam punën, edhe unë thomë sigurisht që po, pse jo, edhe unë edhe pse nuk e disha, ai nuk ma ceki se për kë bëhet fjalë, thjesht ta kom do veshje, tash pa problem, i sjelli, ti hi pak më i hi detajeve shumë, e sjelli e krym punën e që kishim për ta kry, edhe pastaj kur në momenti sa e kryto, ma i nuk shkoj, edhe bëri një telefonat jashtë edhe erdhi Bigi, edhe hyri brenda, u përshëndeto, hyri në garderob, veshi veshin që e kishtë, edhe automatikisht i ra një instalacion krejt ateljes të shikoj se çka bëhet këtu, dhe kur e pa se çka bëhet, thanë si ka mundësi tha në Tetov të ketë kështu lloj ateljesh, edhe ajo ishte momenti edhe vetë se e mbaj mend se më ka thënë kom hy sot, ta di se çdo ditë më ke këtu. Kjo ka qenë fjalja e Bigit edhe vazhdon të jetë ende. E kam bajt fjalën, sigurisht. Ka qenë edhe një lloj përkrahje edhe për ty, sepse me të vërtetë Big Mama është një personazh që ka bërë një përkrahje që edhe faleminderimi mendoj se është diçka shumë e vogël për ta. E përmendi sigurisht sepse edhe pak më herët ne e folëm edhe këtë e diskutuam para se të fillojmë edhe me emisionin. E përmendi Big Mama atë periudhën e keqe që po kalon sigurisht jo vetëm ajo në fakt, por të gjithë shqiptarët ka qenë ende vazhdon të jetë rënditse edhe ikja e Shpat Kasapit, edhe ti në fakt, edhe një ndër klientët e tu, të cilët ne i përmendëm klientët e famshëm, ka qenë edhe Shpat Kasapi. Cila ka qenë biseda jote fundit me të? Biseda ime e fundit, unë vetë se kam pas publikuar, ka qenë biseda ku është dash të realizohet veshja për në hyrjen e tij në Big Brother Albania, në këtë sezon që fillon, dhe automatikisht ka qenë një bisedë që as që përfundoj, as kalofsh mirë, do të shihemi, domethënë ngeli një bisedë e shkurt, sepse e kishim të qartë edhe të ditur se ai pas disa ditëve u kthente prej Italie dhe direkt do vikete unë, sepse i kishte kohët e limitume, veç për faktin që t'i arri krejt punët deri në ditën që do fillonte. Edhe ngeli ashtu biseda, po nuk e kom prit që do ngel ashtu. Ngeli një bisedë shumë e thjeshtë,
por sot ajo bisedë ka një tregim shumë emocional. Sigurisht, si e more lajmin? Lajmin e kam marrë në mëngjes, mami më ka informu, ku si çdo njeri që thot ose shumica kisha thënë që thuan se ka qenë e pabesueshme, se vazhdimisht nxjerrin lajme të rrënjshme për artistët, veç për shikueshmëri, njëjtë edhe për Shpatin e kam pat atë reagim, po derisa u kthjella, edhe kur e mora telefonin, do me thënë automatikisht se e kam marrë telefonin, e kom hap Instagramin, direkt fotoja e parë, ishte e Shpatit, edhe nuk e di, s'kom koment, ka qenë një lajm ekstremisht i trondit. Nuk e kam pranu atë shumë, sepse e kam ndjejtë shumë emocionalisht atë pjesën e tij, dhe me të vërtet kalon shumë gjumë të mëta, dhe shpresoj edhe publikisht edhe këtu ta them, se e thash edhe të një emision tjetër, ku edhe ua kam thënë edhe fizikisht familjarve, sërish t'ua them, ngushtime dhe inshallah Zoti e pret në paqe. Sigurisht dhe ne të rrojme ta kujtojmë, sepse muzika e tij do të mbetet gjithmonë, ne kemi thënë edhe ne edhe më fizikisht nuk është, por artistikisht do mbetet çdo herë tek ne. Gjithmonë me ne. Teksa bisedonim më the që kishe edhe një kritik, teksa qëndrojmë këtu, sepse nuk dua të ndalemi shumë edhe te kjo pjesa, të vazhdojmë edhe me emisionin, por di që kishe një kritik shumë të madhe edhe për mediat edhe për personazhet të cilët mbase e kanë shfrytzuar edhe këtë le të themi këtë periudhë për të bërë lajme që nuk duhet, domethënë tituj të cilët nuk duhet asnjëherë t'i shohim dhe nuk është as pak etike të shihen. Cilat ishin kritikat tuaja të cilat doje që t'i drejtoje, sigurisht edhe publikisht? Sa ka gjëra të mira, ka edhe gjëra të këqija, jo mos e normale, kthehem tek personaliteti, tek indjeri Shpati, sa njerëz e kanë dashur, paq njerëz edhe nuk e kanë dashur. Gjë është që çdo njeri ti ndodh kjo, nuk do me thënë se gjithë na duan. Por që shumica në fakt e kanë dashur. Shpati ka qenë shumë i dashur për një pjesë Shpati ka më të madhe qenë të shumica publikut. më e madhe që e kanë dashur, shqyr Zotit, mu më bëj qefi shumë, po pjesa tek derisa u bë ndarja e jetës Shpatit, ka pas shumë, nuk kisha thënë viktimizime, sa që kisha thënë shumë shfrytëzime të imazhit edhe të emrit, ku më kanë habitur dhe më kanë hasur disa persona që as follow nuk e kanë pas Shpatin në Instagram, as nuk ka pasur një përpjekje sa do pak që ta frymëzojnë ato, se t'japin një përkraje tek pjesë e muzikës, ndërsa une në rastin e homazhit që u bë për Shpatin, unë i kam pa ato artist dhe u habita të them drejt, ku ato asnjë lloj kontakti edhe ato ishin prezente aty, shif ajo pjesë mu më pëlqejti, Po, që kanë ardhur sigurisht për t'i dhënë ajo nam të shumë mirën. mirë, po mendimi im personal është disa vinë edhe për vëmendje, disa vinë edhe për klikimet lajmeve, ku shumica e lajmeve ku jam ndjejt teti zhgënjur është pjesa tek shumica e mediave që e kanë shfrytzuar veç për klikime. E vërtet, dhe kjo nuk është etike, nuk duhet të bëhet në Për këtë asnjë. pjesë mu më vjen keq shumë. Më vjen keq për shumicën e mediave, jo krejt. Shumica e mediave mu vjen keq që e kanë shfrytzuar vetëm për klikime, ku Shpati kur ka qenë prezent në jetë, atëherë nuk e kam pasur, le të themi, atë motivim për t'i dhënë një përkraje, sa që u bë më shumë kur ndroi jetë. Unë u vërtetova, me vdekjen e Shpatit, u vërtetova se njerëzit të vlerësojnë pasi vdesësh. Do me thonë, vlerësimi më i madh tek një njeriu bëhet mbasi ndron jetë. Po unë mendoj se atëherë nuk ka nevojë vlerësimi, sepse atëherë vetë se ka përfunduar gjithçka. Shumë e vërtet, në fakt kjo po, sepse kemi njerëz, media do thoja në thojza, sepse një media profesionale nuk i bën sigurisht ato, ka klikime të cilat, klikime, le të themi, lajme të cilat i kanë bërë për klikime, që kanë qenë jashtë etikës dhe unë jam krejt shumë kundër asaj, nuk do të shfrytëzojnë momente, tituj të cilat ishin të tmerrshëm, le të themi, edhe për ndarjen e tij nga jeta, megjithatë
kjo jemi shoqëria ku jetojmë. Kjo është realitet. Por që sigurisht që duhet bëhet thirrje për ta kujtuar gjithmonë edhe për ta vlerësuar gjithnjë muzikën e tij, sepse siç thash, muzika e tij nuk do të vdes kurrë, ai mund mos jetë fizikisht me ne, megjithatë ne do të vazhdojmë që t'ia dëgjojmë këngët dhe ta vlerësojmë për atë që i ka dhënë për kaq shumë vite publikut. Të gjithë ne jemi rritur me këngët e tij dhe u shkëput edhe një pjesë e fëmijërisë dhe adoleshencës tonë sigurisht në këtë. Edhe pse mendoj se ka qenë, jo mendoj, po edhe është realiteti që ka qenë një ndër artistët e parë në Republikën e Maqedonisë, periudhë shqiptar, që ka bë hapin e parë si mashkull, ka bë hapin e parë dhe ka dalë jashtë kufive me talentin që ka pas. Sigurisht, i ka vëndu shqiptarët e Maqedonisë, në fakt ka qenë ai personit i cili ka vëndu në botën e artit edhe në botën e muzikës. Sigurisht e pastaj edhe të tjerët të cilët edhe sot i kemi, shqyqur që i kemi dhe shpresojmë që t'i rikthehen edhe ato të cilët i mungojnë mbas skenës t'i rikthehen, shpresojmë që t'i rikthehen. Në shatin do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe më pas do të rikthehemi për të vazhduar sigurisht edhe bisedën edhe për profesionin tonë, për pjesën tonë të punës. Shkëputemi për pak. Jemi rikthyer dhe vazhdo të qëndroj sigurisht me Neshatin, kemi edhe pak minuta kohë, megjithatë para se të flasim në bisedë, jo bisedë, në fakt do të kemi një lojë ku përmes këtyre pyetjeve do të zbulojmë pak më shumë edhe për Neshatin, për profesionin e tij, por edhe për Neshatin si person. Megjithatë, para se të hyjmë te loja, unë do të kërkoj nga regjia edhe surprizën e dytë, mesazhin e dytë, sepse Neshat nuk kemi përfunduar këtu me surprizat, kemi edhe një surprizë tjetër, nëse ka mundësi ta shfaqim tash. Përshëndetje vllau im, është kënaqësi dhe krenari të shoh në rikëtimin tënd të jashtëzakonshëm në fushën e dizajnit modelimit të fustaneve. Me kreativitetin, profesionalizmin dhe stilin tënd të veçantë je shndruar në një emër të njohur jo vetëm në Maqedoni, por edhe më gjatë. Çdo koleksion i yt pasqyron punën e palotshme, vizionin artistik dhe përkushtueshmërinë që të karakterizon. Të uroj suksese të vazhdueshme dhe që krijimet e tua të vazhdojnë të jenë frymëzim për shumë të tjerë, krenare dhe shumë e bekuar të shohim duke përfaqësuar vendin dhe artin me kaq dignitet. Të duam pafund ty, familja dhe unë gjithashtu. Të duam shumë. Faleminderit shumë Adelina. Adelina në fakt është shumë krenare për ty, sepse unë ty të kam zbuluar përmes Adelinës, kur e kemi pas këtu në një emision, kemi realist, edhe ajo ka qenë dizajnuar me veshjen tënde dhe më tha se dukeshte tepër bukur, edhe tha që vllau im, edhe thash kush është vllai jot, edhe ashtu filluam kontaktet, edhe thash prit se paska dikush që ne duhet edhe ne në televizion ta zbulojmë një talent të tillë, kështu që Adelina e falenderoj shumë edhe për këtë mesazh, gjithashtu edhe për ndërhyrje me Big Mamën që përmes asaj sigurisht e morëm dhe atë mesazh. Si u ndjeve për këto fjalë? Këto fjalë prej Adelinës i kam gati se çdo ditë, vazhdimisht, edhe mund të them që ndoshta i kisha veçuar që është personi i vetëm që me të vërtet i ndëgjoj këto fjali çdo ditë. Domethënë i kam fjali si në mënyrë të përshëndetjes si e mirë, tek Adelina nuk e kam si e mirë, si ke kalu direkt jo me këto fjali, që i tha vetëm pak para në televizionin tuaj. Kjo është shumë gjë e bukur, që nuk thot vetëm publikisht, por ti thot edhe gjatë... Domethënë, mund të them që në privatësi zgjeron më shumë se sa këtu që e tha vetëm për disa sekonda caktuar. Kjo është gjë shumë e bukur, kur edhe motra të jep edhe atë motivimin që duhet si vllau më të vogël sigurisht. Jemi në fund, minutat e fundit, në fakt kemi shumë pak minuta, por që dua ta shfrytëzoj për t'i bërë këto pyetje, do përgjigjesh shumë shkurt, domethënë janë përgjigje që vetëm nga një fjalë ose diçka mundet të përgjigjesh, sepse desha që ta bëj këtë lojë për të zbuluar pak edhe shikuesit edhe për ty. Atëherë, filloj me pyetjen, veshja më e keqe që ke parë ndonjëherë, nëse ka pas diçka të tillë. E kam një veshje, po nuk mendoj që do ta nuk duhet ta thuash. Okej, po të vendojmë më shumë në siklet. Klientja më e guximshme që ke pasur? Klientja më e guximshme do kisha thënë Gresa Sekiraqa, një artiste, një rap artiste e Kosovës. Okej. Sa kohë të duhet për të njohur shijen e një personi? 5 sekonda apo 5 takime? Kemi klient që duhet për 5 sekonda, kemi klient që duhet për 5 takime. Duhet pak më gjatë të shohësh. Qetësi apo muzikë e fortë kur punon? Muzikë e lehtë. Muzikë e lehtë, okej. Vendi ku gjen gjithmonë inspirim në Tetov? Inspirim për pjesën e... Për të krijuar. Për të krijuar.
Nuk kisha veçu ndonjë vend sa që i kemi tash rrjetet sociale. Po. Atelja mbas, atelja jote në Tetov. Aty më vetë kam shtëpi. Po. Ngjyra që të kujton Tetovën, nëse do ketë një ngjyrë që sipas asaj dizajneve në kokë që i ke ngjyrën që e ke ti, Unë si zakonisht e kam ngjyrë preferuar të zezën, po Tetova më jep një energji me një ngjyrë të kuqe. Kështu që nëse i kisha bashku, nuk është se do kisha dalë shumë patriot, po automatikisht vetë mbas bashkimit më jep ngjyrën e Shqiponjës ose flamurit tonë. Sigurisht edhe Tetova është patriote, kështu që atë nuk duhet të diskutohet. Nuk diskutohet. A mund ta dallosh me një herë nëse një person ka stil apo jo? Po. Ke ndaluar ndonjëherë dikën në rrugë për t'i thënë që ka një veshje të bukur? Në Maqedoni jo, po jashtë vendit po. Të ka ndodhur. Ke dizajnuar ndonjë fustan brenda një nate? Po, kemi dizajnuar fustan për 1 orë. Shumë interesant. Ke refuzuar ndonjë kliente sepse nuk të përshtatej estetikisht? Nuk duken pas. Jo, nuk kam ka ndodhur. Okej. Nuk bën diskriminime në këtë. Jo. Se kemi edhe për atyre që bëjnë diskriminime. Porosin më të çuditshme që ke marrë ndonjëherë? Po tash prej kur morja flak emrim, nuk mbas krijimit që bëj veç me fustana, nuk mendoj që kom pas ndonjë diçka të çuditshme. Ndonjë porosi të çuditshme mbas klientëve. Po. Gabimi më i madh stilistik që njerëzit bëjnë sipas teje në stil. Gabimi më i madh që bëjnë në stil njerëzit. E ke fjalën për tek stilistët tjerë. Po. Që bëjnë gabime. Nuk kisha thënë se bëjnë gabime, se vetë koncepti stilist tek sytë e njeriu të del si një vepër artistike. Kështu që nuk kisha thënë se bëjnë ndonjë gabim. Saqë në sytë publiku del diçka artistike. Po. Nuk ka mbase stil të mirë dhe stil të keq, sepse çdo kush e ka të vetën sigurisht. Moda për mua është, këtu mund ti vazhdosh këto fjalit, me nga një fjalë, vetëm një fjalë. Moda për mua është? Moda për mua është... Nuk kisha veçu ndonjë fjali të ekstreme, sa që i kisha përmbledh krejt gjërat nga pak, ndoshta kisha thënë gjithçka. Gjithçka, okej. Edhe për fund thjesht, neshati i ardhshëm do të jetë shkurt, me një fjali, me një fjalë, jo fjali, me një fjalë. Neshati i ardhshëm do jetë tash është vetëse on top, po mendoj se çfarë do jetë ende më ndryshe. Okej, neshati i ardhshëm do të jetë on top bash on top, okej. Neshat, faleminderit shumë, duke qenë se erdhen edhe në fund të intervistës. Faleminderit shumë që ishe pjesë, që ndave nga rrugtimi yt, që ndave edhe këto energjit mira në fakt edhe që jep edhe gjatë emisionit, sepse je edhe pa filtra, për atë edhe është gjithmonë kënaqësi që të kam në studio, sepse i thua ato gjërat që i mendon. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe për juve shumë, Ilmia. Shpresoj të shihemi sërish. Patjetër që po. Shpresoj që intervistën tjetër e bëjmë tek Atelja. Patjetër që po, pse jo? Patjetër, faleminderit shumë.